Një zbatimi ligjit të ri për kujdesin alternativ në familje, një nga nismat më të rëndësishme të qeverisë shqiptare që vendos në qendër fëmijët dhe familjen në kuadër të reformës së deinstitucionalizimit dhe përmbushjes së një prej kushteve të ndërmjetme në fushën e të drejtave themelore si pjesë e angazhimeve të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Vis Sala gjatë bashkëbisedimit me familjet kujdestare në Shkodër vlerësoi rolin e tyre në krijimin e një mjedisi të sigurt dhe mbështetës për fëmijët pa kujdes prindëror, ndërsa theksoi rolin kyç të ligjit të ri në fuqizimin e kujdesit alternativ. Çdo fëmijë meriton të rritet në një familje. Ligji i kujdesit alternativ, një nismë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, është hartuar dhe po zbatohet në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Në qendër të ligjit është mbrojtja, rritja, zhvillimi i fëmijëve pa kujdes prindëror. Synimi kryesor i ligjit është parandalimi i braktisjes së fëmijëve, por nga ana tjetër dhe mbështetja financiare dhe sociale e familjeve kujdestare. Unë këtu nga Shkodra dua të falenderoj nga zemra të gjitha familjet kujdestare në vend që janë bërë pjesë e këtij programi shumë të rëndësishëm. Nga ana e saj, përfaqësuesja e UNICEF vlerësoi angazhimin dhe bashkëpunimin e nivelit qendror dhe atij vendor për transformimin e sistemit të kujdesit ndaj fëmijëve, duke theksuar rëndësinë e kalimit nga kujdesi institucional tek ai në familje dhe komunitet. Gjatë takimit disa prej familjeve kujdestare ndan eksperiencat e tyre duke dëshmuar ndikimin pozitiv që kjo nisëm ka në jetën e fëmijëve dhe rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme për këtë model kujdesi. Në nivel kombëtar, aktualisht janë rreth 400 familje kujdestare, përfshirë edhe ato të rrethit familjar, ndërkohë po punohet për zgjerimin e mëtejshëm të rrjetit të familjeve kujdestare pa lidhje gjaku, ku aktualisht numëron rreth 15 të tilla në gjithë vendin.